që hyrin det, e mbylli Allahu det. Dhe në atë moment, çfarë tha Firauni, atëherë kujtu duke thënë, o Zot, besoj në atë që besu benu Israilit, dhe unë jam njëri për tyre besimtarë. Tha Zoti Gjallë Gjellalu tani, që gjatë gjithë kohës të tregova arrogant, pra që do thotë Zot na ruaj, po zbritin dëshkimin e Zotit, nuk thënë prapë. Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Prandaj te profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thotë, dhe o Zot, na ruaj nga hakmarrja jote e papritur. Allahu Gjallë Gjellalu hakmarrja e Zotit e papritur që do thotë kur njeriu abuzon, kur njeriu e kundërshton Allahu Gjallë Gjellalu, do të jesh i kujdesshëm ndaj mëkateve, do të jesh i kujdesshëm ndaj fjalëve dhe veprave që bën. Se i moment të caktuar Allah në rujt, njeriu mund ta fitojë ose mund ta marrë zemrimin Allahu Gjallë Gjellalu. Prandaj thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, njeriu flet një fjalë që si atë veshin asaj fjale, dhe për shkak të kësaj fjale vjen në zjarrin e xhehenemit 70 vite. Ose në hadith tjetër thotë, njeriu flet një fjalë që si atë veshin, dhe për shkak të kësaj fjale ai fitoi zemrimin Allahut. Pra o Zot, na ruaj nga kjo gjë. Njeriu do të jetë i kujdesshëm, dhe prandaj thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam duke bërë lutje dhe thoshte, o Zot, kërkoj që të ruhem nga hakmarrja jote e papritur. Pra njeriu do të jetë i kujdesshëm që ta lusi Allahu Gjallë Gjellalu nga kjo gjë dhe pastaj në vazhdon hadithin dhe thotë, dhe gjithashtu o Zot, dhe nga i gjithë zemrimi yt. O Zot, kërkoj mbrojtje tënde që të më ruash nga zemrimi yt. Allahu Gjallë Gjellalu nuk zemrohet shpejt. Allahu Gjallë Gjellalu duron shumë, po në momentin kur zemrohet Allahu na ruaj, dhe nëse zemrohet Allahu me një person, do të thotë që ai ka pejgalu të gjithë kushtet. Prandaj do thotë njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Prandaj Zoti Gjallë Gjellalu ja ka vendosur njeriu që t'i pendohet Zotit gjatë gjithë kohës, dhe ka thënë që pranohet pendimi. Për sa kohë nuk ka lindur dielli nga perëndimi, dhe gjithashtu shpirti nuk i ka dalë akoma. Pra, nuk i ka ardhur nga gargara e fundit. Kjo tregon se Zoti është durimtar. Kjo tregon se Allahu Gjallë Gjellalu toleron. Kjo tregon se mëshira e tij është jashtëzakonisht e madhe. Do thotë që kujdes, mos e zemro, se po e zemron nga Allahu, do thotë i ke pejgalu gjithë kushtet. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po na tregon në këtë hadith duke thënë, "Dhe o Zot, më ruaj gjithashtu nga i gjithë zemrimi." Pra që do thotë, besimtari do ta bëjë këtë lutje gjatë gjithë kohës, me qëllim që të ruhet me këtë fjalë: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga humbja e vullnetive tua dhe nga humbja e mirëqenies që ti ke dhënë, dhe nga hakmarrja jote e papritur dhe nga i gjithë zemrimi yt. Nëse do të dua, siç e thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, me lejen e Allahut Gjallë Gjellalu dhe duke kuptuar, je i garantuar dhe me lejen e Allahut Gjallë Gjellalu dhe për atyre besimtarëve që je i udhëzuar, je në rrugën e duhur dhe ke kuptuar besimin dhe mundohesh ta mbash atë që Zoti Gjallë Gjellalu ka përgatuar. Elusim Allahun të lartë mëndaluar që ta bëjë për atyre besimtarë të cilët kur i shprehin lutjet e tyre e kuptojnë dhe mundon të qëndrohen te lutjeve, dhe elusim Allahun që ta i falë mëkatet tona. Qul hadha qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimin e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën këtë rrugë deri në fund. Mëzër, në këtë hadith që ne treguam, është një nga llojet e lutjeve që bënte profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, se lutjet janë të shumta. Dhe prandaj dietarët tonë dhe luti që Zoti Gjallë Gjellalu ja ka mësuar profetit Ali sallallahu alaihi wasallam në përmjet këtyre lutjeve arrin atë që ai kërkon. Dhe besimtari për çdo nevojë që kërkon, do ta gjejë një lutje nga profeti Ali sallallahu alaihi wasallam të shkruar. Apo të folur nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse lutjet janë në Kur'an, lutjet janë në hadith, të gjitha lutjet që kanë ardhur në Kur'an apo në hadith
janë lutjet të cilët patjetër të pranohen nëse njeriu i bën ato lutje siç duhet. Prandaj ne besimtarët gjithmonë kur lutemi, ose lutemi thjesht në atë botën tonë duke thënë kërkojmë diçka që ti e ke nevojë. Por interesohet se çfarë nevojë ti ke. A ka bërë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam lutje të kësaj natyre? Po, mësoje dhe bëj. Sepse duke e mësuar dhe duke e bërë që bërë atë lutje vitore që Zoti i Gjelalu quhet të dëshiron, sepse quja kam të profetit Ali sallallahu alaihi wasallam dhe për ta quja kam të profetit do thotë kështu do ta bëjë besimtar. Prandaj ne këto lutje të bukura, që do thotë besimtari nëse kërkon lutet, në fen tonë ka shumë lutje të bukura që kanë ardhur nga Ilumini Allah që ne do t'i mësojmë. Nëse dikush ka nevojë të një natyre të ndryshme, çfarë do lloj qoftë ajo, do ta gjejë nga profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, qoftë për shërim, qoftë për kërkim rrezik, qoftë për kërkim fëmijë, qoftë për çfarë të lloj gjëje, na ka ardhur qoftë Kur'an dhe qoftë në hadithin e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam. Thjesht kërkohet për ne që ne ta hapim atë librin, të ngjojmë ose të shikojmë ato lutjet e bukura profetike dhe të lutemi nëpërmjet këtyre lutjeve. Dhe herë lutim Allahun e lartë madhëruar që ta bëjë pra këtyre besimtarë të cilët i lutën Allahun xhelalu gjatë gjithë kohës me vendosmëri dhe lutim Zotin që të na i përgjigjet lutjeve tona, dhe lutim Allahun xhelalu që na i falë mëkatet tona, dhe lutim Zotin siç na bashkojë në vend na bashkojë në xhenetin e tij Firdaus. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون